Vjetra pra ka qenë më e vështirë. Po pse ka qenë më? Pse ka qenë më e vështirë? Kërkesat kanë qenë krejt ndryshe. Sepse unë me këtë kërkesë që kam mbledhur gjithë botën. Kur të gjithë botën janë 3 oqeane. Dhe shumë detra. Me këtë kërkesë unë tallë botën. Krahasim me atë që kishim diku. Po fitoj 5-0, fitoj Kamza. Atëherë ishte detyruar të rrinjë edhe 3 ditë pa fjetër. Dhe tash bëj 4 orë shërbim, ose në një tjera me bëj 6 orë shërbim dhe tallë botën. Do merr mando tuka me Për mua që jam në këtë moshë, unë e përballoj. Kështu unë mund të vazhdoj të punoj po pata jetë edhe 100 vjeç. Kjo është një orkestra e tanishme. Dhe një fluturojnë me presh mbyllë se flasim me partitë. Të gjithë, asnjëri se kupton se gjithë partitë janë një lloj. Vetëm të gjithë thonë që, o, kështu, po kjo, po ajo. Kurse, kur flet për figura, kur flet, ti nuk e shkruar për Spirokotin. Ka figurë më të ndritur se Spirokotja në flotë? Në FLD, ka figurë më të ndritur? Por nuk e shkruar, kem shkruar, por nuk e shkruar. Mirë, okay. Ai se ke shkruar ti, për mua nuk e shkruar. Po, mirë, dakord, po. Kur erdhi Spirokotja, komandanti i grupit Danit, unë isha komandanti i Pullumbarës. Dhe Spirokotja më ka mësuar mua. Në qa viti? 65-ën? Jo. Unë plasë, të më thënë Spirokotja, duhet këtë ardhur në 80-ën, 70 që erdhi këtu në dorë, sa. Nuk jam i sigurt, nuk jam i sakt për këtë punë. Po 78-80, duhet këtë qenë në Spirokotja dhe. Dhe kur dorëm të me Pullumbarën, se e mija që ka qenë me ngarkuar, në bazën e dorësit ka qenë Pullumbarën. Unë metër nga 76 deri në 90-ën komandanti i Pullumbarës. Sepse atë që ka pas ai Damo? Është tjetër kjo. e ka pasur para me ka qenë komandant Halit Hima. O, Haliti, po. Baba Mir Hima. Po. E Lushin. Edhe i Lushit, po. Pas të ti, vajti komandant dhe Janis Andoni, shoku im. Pastaj vajti komandant Selim Ellajbeu. Në atë kohë unë isha në sigurim, e një kolë pashu, jo shumë të këndshme. Edhe, me qenë se kisha miq, Shpëtove. edhe kalava komandanti i Pullumbarës. Dhe kam nesër nga i vit, nga 76, nga maj 76, dhe në tetor të 90-ës. Futën ke njerëzit, nuk jam vetëm unë. Është Skënder Rama, është Nalto Lagji, është Dullo Lezi, është Pulo Guga. Futën, jemi edhe një sërë tjerë. Një brez. Jo, nuk jemi një brez. Shini. Një brez për punë në vjetërsisë të komandimit në anije. Futemi ke komandantit më të vjetër që nuk kanë lëvizur në anije. Po mua të më qasës për Pulo Gugën, të shqit me përmandës për Gugën, unë ngrim këmë, dëngë, ma ishë ndrim gatitur. Të më qasës për Spirokotin, unë ngrim këmë, a i më mësoj mu me Pullumbarën të futëm deri në tokë në Currila. Në tokë. Merë si këtë shtyllën, shif të kodrën, shif të këtu, këte, dhe shkon të mamë. Se punë e bëndë vetëm Spirokotja. Ishte tepër praktik. Ishte më shumë se praktik. Ishte usta. Dhe një e thonë që edhe unë kam sa gjëra të mira. Nuk e shuj vetëm, po të përmënd Spirokotja nuk të rrishem edhe pëshiem prapa kur rrisit. Pa. Që po të përmënd Pulo Gugën.
E fshim me dhe kurizit. Po të shetë për përmën du dhe letit. Edhe unë i kam bërë manovrat të shkëllqyra. Vetëm me një manovra kësojnë njën. Nuk jam du dhe letit. Nuk jam polo guga. Ti nuk shkon një herë shef. Se tjetër njëri nuk ve për para. Ti për tjerë se Po flas për te. Kot, pa lidhje. Shpesh kur flasim për flodër. Shqipqet, duhet respektuar brez që ka punuar. Jo politikisht, profesionalisht. Po ta pyesësh pologugën, do t'i thuash, kush është kapitani Lungo Costa? Dhe të përgjigje. Nuk e bëj do më për Belulin. Por, për këta njerës është ka... Që kanë kontribute dhe vlera. Edhe mua, kjo më intereson. Mua më intereson vlerat profesionale. Shiko, këta kanë vlerat profesionale. Unë mund të thëmë se vlera profesionale ka dhe betë kështiu. Unë nuk e përmën. Sa e ka qenë kal. Jo! Po sepse nuk e pëlqej. Ka dalë me medalje të artë, kuri unë. Unë kam pasur, kur isha shef sigurimi, kam pasur komandant Marklani. Bas Marklani e erdi Petrit me firë. Nata me ditën, dita me natën. Gjepse Marklani ishte njeri. Nuk e kiste këtë njerëzit dhe këtë. Edhe i farë burnie, edhe burni, ta marim edhe burni, në në bitë pamit burni. Marguna? E pra, në... Sa fërët fare. Sa fërët fare. Në... Kështu, kur fillove, do më thënë si oficer i ri, kur fillove? Në 19 qershor 72. Me qa detyre fillove? Direkt? Këtu në Durrës? Në Peshaliman, 72. Një qershor 73-it vinë Durrës. Një vit ndejnë aty me i fjallë? Jo, ndejnë aty një vit. Ndejnë aty vetëm 2 muaj. Kush ishte komandant atje? Ishte Dashori. Që unë edhe atje po të vete në varë para varit dhe i rigatitit. Ka pas bura, a? Jo bura, po. Shikoj, ishin njerëz të mrekullueshëm. Edhe para varit. Jo, po të ishte gjallë që as diskutohet fare. Respekte. Petit me ty atëre ishte shef shtatë. Në brigatën letëve. Dashi ishte, po, Dashi nuk e kam pasur komshi, edhe i kam të rritur gjagji Dashi. Unë ishe fëmi, kur Dashi erdi aty. Jo, në i fëmi ku që di se qëfar, por që si do që di puna, isha shumë i vogël kur Dashi erdi komandi për t'i lesë durësit. E kishe komqytë, më nuk rrë, edhe ku shku më atje, zguzoj ati dilje për pare. Që ishte Dashi, ishte... Ishte babacan, do të pyesi vetën mirë. Jo, do pyesi vetën. Do pyesi vetën. A e kishte ëmbëlsim. Ishte i ëmbël. Kishte burrim, kishte ndershmërim, kishte... Nga ana profesionale nuk diskutohet pasaj që ishim. Shiko, gjithë brezet që kanë baruar në Bashkimin Sovjetik, të e gjithë pa përjashtim. Si Dashi, si Marko, si Petriti, si Ibrahim Juber, si Jakëm Andrea, si të gjithë, pa dashur se mos, se pa përmënde emra, do arrosh në një. Nuk i përmënd të emra. Lasë si brez. Të gjithë të kanë bërë në Bashkimin Sovjetik, nga ana profesionale ishin vetëm të mrekullueshëm. Si njerëz, gjithë se kush ka veçoritë e veta. Nëse ato janë çështje të tjera domethënë. Si njerëz, gjithë se kush ka veçoritë e veta. Po. Në karaktere, në kështu, nuk mund të bëhet një lloj. Nuk futet njeriu. Nuk janë një lloj. Okej. Po. Se i pagët ishte Beqir Gjerbi. Si
Ti arritet të gjithë këta. Ke arritur një brez start, pa i quajmë, domethënë ti fillove punën, dhe se dëgjoj, se ka rëndësi dhe kjo. Ka rëndësi dhe kjo. Ata ishin më shumë se sa lart. Nëse djali i ri nuk kuptoje, nuk dije, nuk e su, fluturoni me presh. Ata ishin mjestra. Ta shti që unë nuk plake. Do të rrim pak aty, më falë, se do të hesim qik kronologjikisht kështu në vite. Kur vajte ti si ishte kështu gatishmëria teknike e ndecave këto operacionale, si ishte? Si me atë syrin tat. Jo, po sa merrje vesh ti sa ashtu. Për gatishmëri. Nga 72 deri në 76. Unë për gatishmëri flas mbi bazën e informacioneve që kam pasur. Dhe kanë qenë informacione që gatishmëria ka qenë vetëm e shkëlqyer. Edhe në qoftë se kishe një defekt, dhe ndrohesh në fund dhe likuidohesh defekti, se s'bën. Ditë natë. Më vonë, kam njohuri, kam eksperiencë me bazën e punës time dhe njohjes time me repartin e grupit Anive Gjimuse. Nga 76 deri në 90-ën, unë kam qenë grupin Anive Gjimuse. Ai që është një grup që ama dami. Grupi Dan. Do flasim për periudhën që ke qenë kështu sa të lejon edhe ajo, domethënë që ke qenë punëtor operativ kështu. I flas me bazën e eksperiencë të informacioneve. Gatishmëria ka qenë mirë. Kështu të qelloj rastin që të dënonit në një oficial gjatë kohës ishe ti, mos të quajtën liberal Shiko, në punën. Vlerësoj diçka ndryshe nga vlerësohet e si. Ashtu ishin kondinat. Ashtu do flasë. Por, një gjë ishte. Ka ishin të flotës e vlerësonin. Qa erdhen jashtë flotës, nuk e vlerësonin. Se nuk e njihni në thelb, do ta njohësh në thelb. Jo, nuk njihshin njerëzit. Nuk bëhet fjalë për specialitetin. Se nuk ka për detyrë në përvetiv njëfi specialitetin. Nuk njëfshin njerëzit. Nuk e dini që njerëzit e flotës luftarakët e ta janë njerëz të shkëlqyer. Edhe gabonin pasi. Edhe gabonin në vlerësimin e tyre. Edhe gabonin. Pa. Se kujt i ngjeles kë ka bën kurriz është tjetër mesele. Por që flota ka qenë dhe mbetet për mua. Nuk flas për nostalgji, se nostalgjia ka të bëjë me gjëra të tjera. Unë nuk jam nostalgjik, nuk jam sentimental. Flota meriton respekt. Po t'ishte pronara një, nuk kisha për të marrë në punë asnjë njeri, qoftë marinar, qoftë mekanik, qoftë kapiten, qoftë let, që do me qenë, jashtë flotë. Pse? Jam të ndershëm, jam të disiplinuar, jam të tartë. Janë njerëz të sakrifisës. Këtë nuk e shohin tek tjerë, nuk e kam para sa të herë. Jo të shqip, se kam para sa të herë. Të tjerë, atë që shifshe ke flota, sakrifisën, specialitetin, profesionalizmin, ndershmërinë, e tjera, nuk i shifshe tek tjerë. Edhe të sa mirësim për njerëzit. Kërë jem me marinarit, e kishe marinarit shok. Kompaktësia kështu. Po e kishe marinarit shok. E kishe në vartës, po e kishe dhe shok. A i të kishte e pro, Ky është ndryshimi në po. Ky është thelbi i ndryshimit të marrëdhënieve, e pror vartës. Jo, pa është, jo. E kishte edhe shok, sepse ai që ishte në tokë nuk e kishte shok ushtari. Jo. Kjo është e vërtetë. Po ky është thelbi i ndryshimit. Ka qenë ndryshe. Që me pasur kanë qenë oficerët e shkëlqyer të katrave syrës. Erben Gozeri. Flasësh me Erben Gozerin, njeh historinë e flotës. Ai ka qenë katra syrës. Robert Pergjigë. Katra syrës.